بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم mirë se erdhët në ligjëratën e radhës në Sira. Inshallah do të vazhdojmë aty ku kemi ngelur më herët në qershor. Ligjëratën e fundit që e kemi shpjeguar ka qenë ligjërata për dëbimin e fisit Banu Nadir, domethënë një fis i cili ishte domethënë jetonte në Medine dhe ishin hebrej, domethënë ishin jehud, të cilët kishin marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që në fillim domethënë kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medine, dhe të cilët kemi shpjeguar domethënë se të gjitha i kanë domethënë të gjitha marrëveshjet që ai ka bërë pejgamberi alayhis salam me ata, i kanë thyr marrëveshjet dhe në fund domethënë edhe përgatiten fatkesisht përgatiten edhe atentat kundër pejgamberit alayhis salam. Pra, nëse ju kujtohet kur shpjegum se pejgamberi alayhis salam shkoi që të fliste me ta dhe ata përgatiteshin që dikush të hypë në majë të kështjellës ku ishte ulur pejgamberi alayhis salam poshtë dhe t'ia hedhë një burr për ta vrarë dhe pastaj tham se domethënë Xhibrili e njoftoi pejgamberin alayhis salam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu domethënë nga ai vend. Në ndërkohë Allahu domethënë urdhëroi pejgamberin alayhis salam që t'i dëboj nga ai vend, domethënë nga Medina, dhe i shpjeguam domethënë gjërat se si rrjedhen një nga një. Vetëm pak si për kujtim i asaj çfarë kemi thënë, po i lexoj vetëm ajetet kuranore në surën Hashr që kanë zbrit lidhur me fisin Banu Nadir. Thotë Allah i lartësuar, Allahun e madhron me tesbih duke i mohuar ato që nuk i takojnë atij, gjithçka ka në qiell dhe gjithçka ka në tokë, e ai është i fuqishëm i urti. Ai është në dëbimin e parë i nxori prej shtëpive të tyre ata nga iftarët e librit, pra iftarët e librit llogaritën jehudët, të cilët nuk besuan. Ju nuk menduat se ata do të dalin, ata menduan se fortifikatat e tyre do t'i mbronin prej ndëshkimit të Allahut. Po Allahu erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikën, ashtu që me duart e veta dhe me duart e besimtarëve rrezonin shtëpitë e veta, pra merrni përvojë o ju të Zotit e mëdhenj. Pra, kur e kemi shpjeguar domethënë se kur u larguan prej shtëpisë e pejgamberit alayhis salam, ju lejoi që të marrin krejt çka dojnë prej pasurisë së vet, ata i hiqnin edhe dyert e shtëpisë, e shkatronin shtëpinë e tyre në mënyrë që mos t'i gëzojnë muslimanët ato shtëpi. Sikur Allahu të mos u kishte caktuar atyre shpërngulin, ata do t'i ndëshkonte në këtë jetë, kurse në jetën tjetër ata e kanë dënimin e zjarrit. Këtë për shkak se e kundërshtuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra kush e kundërshton Allahun, s'ka dyshim se Allahu është ndëshkim fort. Pra ishte një përsëritje pak e ligjëratës së fundit që kemi shpjeguar lidhur me dëbimin e këtij fisi i cili edhe pse e dinte saktë se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i Allahut, nuk e pranonin atë, e kundërshtonin atë dhe i bënin dëm atij. Janë disa ngjarje interesante që kanë ndodhur rreth kësaj kohe në Sira. Një prej tyre është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëron Zeid ibn Thabit ta mësoj gjuhën hebraishte. Do thënë kishte edhe fise tjera që kishin mbetur në Medine, prandaj pejgamberi alayhis salam dëshironte që të kishte një njerëz të besueshëm për të përkthyer, se ndodhte që
ndërmjetësues të jetë edhe ndonjë munafik. Prandaj pejgamberi alayhis salam e urdhëroi Zeidin, i cili ishte i ri, domethënë në atë kohë, dhe ai e mëson për 15 ditë. Është e vërtetë, domethënë se i kishte pëqin hebrejt edhe pa mundësi që ka ditë ndonjë fjalë aty këtu. Mirë po, këtu shihet edhe ajo zgjuarësia dhe gatishmëria e Zeidit për të mësuar shpejt. Dhe ky Zeidi është ai i cili subhanallah e ka tubu Kur'anin në një mushaf në kohën e Abu Bekrit dhe të Omerit radiallahu anhu. Prandaj domethënë në farë mënyre të gjithë muslimanët, domethënë deri në ditën e gjykimit, Allahu ka dashur kështu, por e dim vlerën e Zeidit për shkak se ai ka qenë kryesori nga të gjithë ata që janë mbledhur, domethënë për ta tubuar në një mushaf. Pra mushaf është kopja e shkruar e Kuranit, edhe pse të gjithë, domethënë shumë prej sahabëve e dinin përmend Kur'anin, por që në kohën e Abu Bekrit u mbledh në një mushaf dhe pra është roli i Zeidit të shumë i madh. Është gjithashtu fakt se Zeidi ka qenë i njohur me kulturën hebreje, me që ka qenë domethënë afër tyre. Mirë po, është këtu për të analizuar se si pejgamberi alayhis salam e zgjedh personin e duhur për të bërë një punë. Pra ishte i ri, ishte domethënë i përkushtuar, mësonte shpejt, ishte prej atyre që kur kishte ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë, i kishin thënë në fisi i Zeidit, ja u i dërguari i Allahut, ky i din më së shumti domethënë ajetet përmendshme nga ato që kishin ardhur në Medinë para se të vijë pejgamberi alayhis salam. Pra kemi thënë se e ka dërguar pejgamberi alayhis salam Jezusin Musab ibn Umerin që t'ju mësoj fenë, dhe gjitha ato që ka i dinte Musab ibn Umeri edhe Zeidi kishte mësuar. Pra kjo na tregon edhe zelljen e sahabëve për të mësuar dije të reja. Pra është diçka që ndoshta për kohë të sot kishim e thënë si për 15 ditë më mësu një gjuhë, por ja që kur don njeriu arrin gjithçka. Një ngjarje tjetër interesante në këtë kohë është edhe ndalesa për alkool, domethënë ndalesa faza e tretë, faza e fundit, kur krejtësisht ndalohet alkooli, ka zbritur pikërisht rreth kësaj kohe ku jemi me sirën, pra me jetëpërshinë e Muhamedit alayhis salam. Ajeti i parë që ka zbritë për alkoolin ka qenë pas luftës së Bedrit, pra ai ajeti që me siguri e keni dëgjuar të pyesin ty për verën dhe bigjozin, thuaj që të dyja janë mëkat i madh, e ka dhe dobinë ato, të pakta për njerëz, por dëmi i tyre është më i madh se sa dobia e tyre. Pra, kjo ka qenë, kemi thënë edhe disa herë në sira se si domethënë ndalesa për alkool ka ardhur në 3 fazë. Domethënë nuk është ndaluar me njëherë. Pra këtu njëherë mi tregu që është më shumë dëm se dobi. Pastaj pas luftës së Uhudit ka zbritur ajeti ku është ndalu alkooli në rreth kohëve të namazit. O ju që besuat, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, derisa të dini se ç'flitni. Për shembull, është ndalu dhe askush nuk ka pi domethënë derisa pas namazit të yatsis, pra nuk ka pirë. Pra prej namazit të yatsis deri në namazin e sabat ka pasur kohë të mjaftueshme për të kthjellur edhe për ta falë namazin tjetër në ndërsa ajeti i tretë, i cili pra i fundit që ka zbritur rreth kësaj kohe, është pikërisht pasi që domethënë Benu Nadir janë dëbuar, pra
faktikisht kur ishin të rrethuar, në atë kohë ka zbritur ajeti, o ju që besuat, s'ka dyshim se vera, bigjozi, idhujt dhe hedhja e shiqetës janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra largoni prej tyre që të jeni të shpëtuar. Pra pikrisht në këtë kohë ka zbrit ky ajet kuranor. Një gjë tjetër interesante, domethënë në këtë kohë është edhe zbritja e ajetit ku thuhet se në fe nuk ka dhunë. Pra ajeti shumë i njohur që e dim se nuk ka detyrim, nuk ka dhunë në fe, askë s'mundesh me shti me zor në fe. Pra shkaku i zbritjes, i shpalljes së këtij ajeti, shpesh e kemi përmendur këtë gjatë sirës, se ajetet kuranore, pra Kurani ka zbritur për 23 vite. Dhe ajetet kuranore e kanë shkakun e zbritjes. Pra Allahu i lartësuar, në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë sa më mirë, po e ka bërë një rrethon, një domethënë ndodhi, një gjë interesante, që pastaj të zbret edhe një ajet që të kuptohet më mirë, pra e ka dhe shkakun. Kështu që ky ajet si ndodhi domethënë që zbriti ky ajet kuranor. Kishte qenë zakon i grave të popullit të Jethribit, Medinës, të ensarve, që të kur kishin shumë aborte, pra me radhë, nuk mund si domethënë ta mbanin shtatzanin, betoheshin në Allahun se o Zot, nëse më lejon, domethënë që ta mbaj një shtatzani, atë fëmijë do t'ja dhuroj hebrejve. Pra, subhanallahu, pse ka ndodhur kjo, pse i kanë konsideru këta si njerëz më të ngritur se sa ata që kanë qenë idhujtar. Pra edhe sinqerisht me thënë atë kohë ashtu ka qenë sepse hebrejt e kanë pasur Tevratin, edhe kanë qenë monoteist, kanë besu një Zot, dhe ndërsa këta kanë qenë idhujtar. Kështu që kishin domethënë shumë fëmijë që ishin në këtë mënyrë të falur, si me thënë të hebrejt, të cilët ishin rritur. Tani, kur erdhi urdhri që të largoheshin, pra fisi Benu Nadir, te në mesin e ensarve kishte pra baballar dhe nëna, të cilat e dishin se ka fëmijë të tyre që tash i kishin arritur ta moshën 15, 16, 20 vjeç, dhe ishin në mesin e Benu Nadir. Dhe fillun këta tani ishin bërë musliman dhe fillun t'ju thonin fëmijëve të vet që mos shkoni me këta me Benu Nadir, po pranoni islamin dhe do t'ju lejohet të rini me neve, do të thënë bëhuni musliman. Ndërsa ata nuk pranonin një gjë të tillë. Dhe këta insistonin me çdo kush dëshironin që mi ruaj domethënë fëmijët e vet edhe mi pas aty afër. Dhe mua atëherë zbret ky ajet Kur'an. Nuk ka dhunë në fe. Domethënë ata janë fëmijët e juaj shtum nga gjakut, të cilët i keni falur, janë rritur me hebrej, por që jo nuk keni drejt tash t'ja impononi me çdo kusht që ata mu bë musliman. Domethënë besimi nuk është me dhunë, është me dëshirë. Ajet që në një farë mënyrë në këtë kohë erdhi në favor të jehudëve, por ky është qëndrimi islam. Nuk ka lidhje nëse për momentin është dëmtuar një musliman në këtë çështje, kjo është një qëndrim që është i përhershëm, domethënë për fenë tonë. As fëmijët tënd që e ke lind nuk mundesh me zor mi ia dhënë fe. Në rregull është, domethënë sa është i vogël, sa është fëmijë, pra çdo civilizim njerëzor, çdo shoqëri njerëzore, domethënë
edhe në shoqëri tani ku ku ka demokraci e tjera, bazë të ligjit, domethënë që është që fëmiu është me fenë e prindit të vet, derisa është i vogël. Po në momentin që e mbrin domethënë kohën kur është e maturim pra, atëherë nuk lejohet pra që t'ja imponoj me zor askush askujt. Sepse vetë Allahu i lartësuar na ka lënë këtë gjë të lirë dhe ne nuk kemi drejt ja imponojmë dikujt tjetër. Gjithashtu në rreth kësaj kohe ka ndodhur edhe lindja e nipit të pejgamberit alayhis salam, Hasanit. Është interesant, pra rreth vitit të 5 të Hijretit. Është interesant se Aliu e mori domethënë Hasanin dhe shkoi te pejgamberi alayhis salam që t'i tregoi domethënë se ka lindur Fatime dhe i tha pejgamberit alayhis salam se ja kam vu emrin Hasan. Ja kam vu emrin Harb. Harb në gjuhën arabe do të thotë luftë. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot, jo, nuk bën t'ja vësh këtë emër, por ndroj atë me emrin Hasan. Hasan do të thotë i bukur. Pra, është një zakon i pejgamberit alayhis salam që çdo emër që ka pas kuptim të keq e ka ndryshuar. Prandaj edhe pas 11 muajve kur lindi djali i dytë, pra Hasani dhe Hyseni i kanë vetëm 11 muaj ndërmjet. Brenda vitit të një i ka lindur Fatima radiallahu anha. Dhe nuk e pyti më fare Aliu, vetëm ja buri Hysein. Edhe Hysein e ka kuptimin, si me thënë, Hasani i vogël. Do të thënë, prap e ka atë kuptimin i bukur. Gjithashtu kemi edhe raste tjera në historinë e pejgamberit alayhis salam që i ka ndryshuar emrat. Për shembull, një gruaja të moshuar e cila erdhi te pejgamberi alayhis salam e pyeti cili është emri i yt dhe ja tha një emër kuptimin që në thelb e ka kuptimin e shëmtuar. Dhe pejgamberi alayhis salam edhe pse kjo ishte plak, i thot jo, përkundrazi ti je e bukur, je Hasane, ose në një transmetim Gjamile, do të thënë je e bukur dhe jo e shëmtuar. Në këtë kohë kur ja sjell, do të thënë Aliu Hasanin radiallahu anhu, pejgamberi alayhis salam ja thret ezanin në veshin e djathtë. Dhe të gjitha hadithet që kanë ardhur lidhur me atë se çfarë duhet i bëhet fëmijët të posalindur janë pikërisht hadithet të cilat janë transmetuar për atë që ka bërë pejgamberi alayhis salam me nipat e tij. Dhe ashtu i thot Fatimës, t'ja heq flokt, t'ja ruaj flokt dhe t'jep sadaka në vlerën e argjendit sa peshojnë ato. Gjithashtu akikën i thot Aliu, do të thënë të bëj unë akikën dhe pejgamberi alayhis salam thot jo, por do ta bëj unë. Do të thënë për nipat e tij, pejgamberi alayhis salam vetë e ka marrë përsipër, do të thënë shpenzimet për të prerë kurban për nipat e tij. Gjithashtu ka shumë hadithe se pejgamberi alayhis salam është kujdes shumë për nipat e tij dhe i ka dashur shumë, i mbante në shpinë edhe kur falej, ose duke mbajtur hutbe për shembull. Njëherë gjatë hutbes kishte ndodhur që ata duke vrapu ishin rrëzuar dhe ai ngritet prej vendit të mimberit, e lën hutben në gjysmë, shkon i çon ata, i merr në prehër dhe vazhdon hutben, duke thënë, domethënë që me të vërtetë fëmijët dhe pasuria janë fitne, domethënë si duke qeshur ashtu që shih se nipat e mi nuk
nuk po mlejnë mu bo rahat pa i siguru edhe ata që janë mirë. Pra i mante në prerë dhe e mbante hudben. Në një rast, pejgamberi alayhis salam gjatë hudbës, kur e mbante në dorë, domethënë Hasanin, thotë ky djali im është Seid. Seid e ka kuptimin pris, lider që themi në kohën e sotme. Dhe do të vi dita kur ai do t'i pajtoj dy grupe të mëdha të besimtarë. Kjo është gjithashtu domethënë shumë interesant sepse kështu edhe ka ndodhur në histori. Kur pas Aliut, kur ka qenë halife Aliu, dhe ka qenë ajo mosmarrveshja mes Aliut dhe Muaviut, dhe pasi që vdes Aliu, banorët e Medinës ja japin besën Hasanit radiallahu anhu për halife. Dhe të njëjtën kohë ishte edhe Muaviu halife. Dhe për 6 muaj ishte në këtë mënyrë. Pastaj Muaviu i dërgon një letër Hasanit dhe i thot në mënyrë që mos të pësoj umeti, thot më mirë ti largohu se sa të kemi ndonjë luftë, ashtu që e patëm domethënë luftën më herët, e kjo është në dëm të umetit. Është interesant edhe ky synimi i Muaviut, pra nuk i thot po hekna unë, po thot ti hequ sepse unë dua të jem. Mirë po, nga vetë ky hadith kur thot pejgamberi alayhis salam do t'i pajtoj dy grupe të mëdha të besimtarëve, qëndrim i të gjithë dietarëve, domethënë ehli sunne, është se edhe grupi Muaviut llogaritet besimtar, edhe grupi Aliut besimtar. Domethënë rregull, njëri ka pas më mirë, ka qenë më i saktë, domethënë në qëndrimin e vet, ka qenë Aliu radiallahu anhu, mirë po të dy llogariten besimtar. Dhe Muaviu ka udhëheqë, domethënë pastaj pas Aliut. Mirë po, dietarët islam thonë se kur pejgamberi alayhis salam ka thënë që pas meje do të jenë për 30 vjet, do të udhëheqet me halife sipas sunetit tim, sipas metodologjisë së pejgamberit alayhis salam. Dhe kur dietarët i llogariten vitet, sa është 30 vjet, i bie prej Ebu Bekrit, duke përfshirë edhe Hasan radiallahu anhu. Domethënë na i dim këto 4 halifet e drejta që përmendet gjithmonë, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Mirë po është edhe halifja i 5 i drejtë, thonë dietarët, duhet me qenë edhe ai te halifet e drejta për me plotësu këtë që ka thënë pejgamberi alayhis salam se për 30 vjet do të ketë udhëheqje sipas metodologjisë time, sipas metodologjisë pejgamberit alayhis salam. Dhe pastaj është hadithi që do të ketë pastaj udhëheqje sipas një mbretërie të drejtë, dhe pastaj do të vijë udhëheqja sipas një mbretërie jo të drejtë. Domethënë gjithsesi mbretëria, dinastia që ka qenë, domethënë Muaviut dhe të tjerëve, domethënë në vazhdim, ka qenë mbretëri e drejtë. Prandaj nuk na takon edhe neve me thënë që diçka nuk kanë qenë ata mirë. Pastaj dietarët ndohen rreth asaj se kur ka filluar padrejtësia në umet. Dhe e dim se në fund do të jetë prapë një udhëheqësi e drejtë kur Allahu e lejon një gjë të tillë. Gjithashtu është një hadith i cili tregon se sa të vlefshëm janë tek Allahu Hasani dhe Huseini, ku pejgamberi alayhis salam thotë Hasani dhe Huseini janë prisë të rinisë së xhenetit, ndërsa babai i tyre është më i mirë se ata. Domethënë Aliu, pra babai i tij është në gradë edhe më të mirë se sa ata. Vazhdojmë tani me një ngjarje të radhës që është ndoshta edhe si temë kryesore e kësaj ligjërate, është ekspedita e fisit Benu Mustalik
ose ekspedita El Murajsje. I ka të dy emrat në librat klasik të sirës, sepse Murajsje është vendodhja, është vendit, ndërsa El Mustalik është Benu El Mustalik është faktikisht fisi me të cilin kishin të bëjnë. Të jetonin pranë këtij pellgu të ujit që ishte që quhej El Murajsje dhe ishte mes Mekës dhe Medinës, i binte si në jug të Medinës. Ata kishin një nga idhujt më prestigjioz të Arabisë, El Menat, domethënë këta i kishte, edhe pse Abdul Mutalibi është gjagjaji, është gjyshi i pejgamberit alayhis salam, këta nuk bën marrëveshje me pejgamberin alayhis salam, por me Kurejshët. Pse? Sepse këta ishin idhujtar. Pra ishin ende idhujtar. Dhe pas luftës së Uhudit, këta bën plane si t'i sulmojnë me një sulm të papritur muslimanët. Dhe pejgamberi alayhis salam dëgjoi për këtë gjë. Mirë po, deshi që ta vërtetoj. A është kjo gjë e vërtet, çka kishte dëgjuar apo jo? Subhanallahu, kjo një prej metodologjive të pejgamberit alayhis salam që duhet ta kemi parasysh. Rregull, këtu është rregull lufte, si më thënë. Mirë po, çdo herë, edhe kur ishte në paqe, edhe kur ishte në luftë, pejgamberi alayhis salam çdo lajm e vërtetonte. Prandaj e dërgon Burejdën, një beduin, që mos të dyshojnë, te fisi Benu Mustalak, ai kishte pranuar Islamin Burejde, por ata nuk e dinin, që të shikoj se a është e vërtetë. E shkon ky Burejda dhe e përdor një taktik pra lufte dhe i thot këtij prisit El Harith i Dirarës, i thot a është domethënë kam dëgjuar se ti më sulmu apo më marr pjesë edhe në luftë. Dhe ai thot po, mund është marrë edhe ti me një. Me këtë vërtetohet domethënë lajmi që kanë mi sulmu. Kështu që pejgamberi alayhis salam e bën një përgatitje për një kundërsulm që mi zën ata në befasi, sepse si fis nuk kishin shumë, por nëse e sulmonin një pjesë të Medinës, si kishin planifikuar që të zënin edhe në xhom, domethënë edhe ti vrisnin, atëherë kishin mund mi bërë shumë dëm muslimanëve. Prandaj shkon pejgamberi alayhis salam një herë pas namazit të sabahut dhe i sulmon ata. Ka disa mendime se kur ka ndodhur kjo ngjarje, para apo pas luftës së Hendekut. Lufta e Hendekut është lufta e radhës që ta shpjegojmë prej luftrave të mëdha, pra Bedri, Uhudi dhe Hendeku. Është interesant se secili që jep argumente se është vitin e 4 apo 5 apo 6, domethënë i ka argumentet interesante lidhur me këtë gjë. Dhe pse po përmendun këtu, vetëm ju tregu se subhanallahu sa mund kanë bërë dietarët islam që t'i lidhin gjërat, ta lidhin kronologjinë e sirës, sepse për shembull kanë informacion prej disa sahabëve, mirë po tash si mu lidh cila është ngjarja e parë dhe cila është ngjarja e dytë, sepse gjitha këto nuk kanë qenë si histori sira prej fillimit e deri në fund. Mirë po hadithe është bërë domethënë sira. Mirë po sipas një argumenti që Sad ibn Muadhi ka qenë gjallë këto, kuptohet se ka qenë para luftës së Hendekut. E që lufta e Hendekut dihet që sepse me një herë, pra në luftë e Hendekut, si është kry lufta e Hendekut, ka vdekë Sad ibn Muadhi. Ndërsa këtu e ka një rol, pra shikoni se si
bëjnë lidhje dhe si analizohet me që ky ka qenë gjallë dhe është thënë diçka, domethënë një hadith prej këtij, atëherë është diçka që kuptohet se është në vitin e 5 të Hijrit. Mirë, po dhe dietarë të tjerë kanë argumentet e veta. Kjo nuk ka shumë rëndësi, a vitin e 4, 5 apo 6, vetëm e përmenda si gjë interesante se sa mundi është dhënë prej dietarëve duke studiuar, duke analizuar në mënyrë që ta sjellin në mënyrë të drejtë të vërtetë çdo gjë që ka ndodhur në jetën e pejgamberit alayhis salam. Dhe pasi që pejgamberi alayhis salam shkoi domethënë për ta sulmuar, e kori një fitore shumë të lehtë, sepse ishte një festë, domethënë që nuk ishte festë shumë i madh dhe pejgamberi alayhis salam mbledhi 700 burra, të cilët domethënë ishin të armatosur dhe i zon këta në befasi që nuk e pritën fare, dhe ishte shumë lehtë të arrihet domethënë fitoria. Nuk pati asnjë viktim në mesin e muslimanëve, po edhe të tjerë përveç disa të shtëna, domethënë që ishin gabimisht. Është përmendur këtu një tradhti e Mikyas ibn Subabe, i cili kishte një vëlla Hishamin në domethënë në Medinë. Dhe ky Mikyasi ishte në Mekë. Dhe ky dëgjon se vllai i tij është vrarë në këtë luftë, domethënë gabimisht. Kështu që vjen te pejgamberi alayhis salam, shtiret, gjëja se ka pranuar Islamin, dhe kërkon paratë e gjakut për vllain e vet dhe i jep 100 deve, si ishte atje. Dhe shkon domethënë atë natë për të fjetur te një sahab dhe çfarë bën ai? Natën e vret atë, ishte qaj që ka vrarë vllain e tij gabimisht dhe i merr edhe devet edhe i. Dhe ky është një nga ata persona të cilëve nuk ju ka dhënë amnesti edhe kur është liru Meka. Gjithë i ka falë, ti jo, sepse ka qenë tradhti shumë e madhe. Kjo betejë e Benu Mustalak, pra siç po shihni, është një fitore e lehtë dhe nuk është se ka ndonjë peshë të madhe, po ka peshë të madhe ajo që ka ndodhur më njëherë pas betejës së Benu Mustalak. Domethënë, tri ngjarje të rëndësishme është se duke u kthyer prej kësaj betejës Benu Mustalak, ndodh shpifja ndaj Aishës, ta shpjegojmë domethënë nga domethënë në ligjëratat e radhës, po shtyp, pra do të jetë domethënë orën tjetër, dhe ndodh është me rëndësi domethënë se ndodh martesa me Juwejrie bint el Harith, e cila ishte princeshë e këtij fisi, pra ishte vajza e prisit kryesor të këtij fisi. Dhe zbret surja domethënë për munafikët, për hipokritët, surja Munafikun. Kjo sure zbret sepse faktikisht munafikët, të cilët shumë problemi bën pejgamberit alayhis salam në luftën e Uhudit, në gjysmë të rrugës e lanë 1/3 e ushtrisë, u kthy e lanë në keq pejgamberin alayhis salam, në këtë betejë shfaqën shumë heroizëm se po vijmë na të gjithë, sepse e dinin që është e lehtë dhe e dinin që s'kan më vrarë, po vetëm kanë me fitu. Ndërsa sa i përket Juwejrie bint el Harith, është interesant domethënë se kjo ka qenë domethënë zinet rob prej një ensari, prej Thabit ibn Kajs, dhe i thot unë jam bija e El Harithit dhe do t'jap kompenzim për çdo që më ke zënë në rob, sa të dush ti, vetëm më liro. Dhe ai i cakton dhe kjo merr vesh që është pejgamberi alayhis salam aty dhe shkon te pejgamberi alayhis salam dhe i kërkon pejgamberit alayhis salam një ndihmë që të ndihmoj, pra shikoni domethënë si ka qenë edhe robrimi në kohë të Islamit. Është larg më si më thon demokrat se sa në kohën deri vonë, siç ka qenë në Amerikë, në disa vende tjera kur robërit s'kan pasur asnjë të drejtë. Pra këtu kryesisht kanë qenë robë që kanë qenë robë të luftës.
dhe kjo shkon dhe kërkon pasuri që borxh që të paguaj lirinë e vet dhe pastaj t'ja kthej pejgamberit alayhis salam. Pra me armikun po bën negociata. Atë pejgamberi alayhis salam thotë do ta mundsoj që të lirohesh, do ta paguaj on lirimin, domethënë nëse pranon të martohesh me mua. Dhe Gjuvejria pranon. Pra, subhanallah, kemi thënë që shumica e martesave të pejgamberit alayhis salam kanë qenë të dobishme për aspektin e shpërndarjes së Islamit, domethënë paqes me fise të ndryshme etj etj. Dhe me të vërtet ndodh një paqe shumë e madhe pas këtij rasti, sepse kur Gjuvejria e pranon pejgamberin alayhis salam për burr, të gjithë muslimanët të cilët i kishin zënë rob të luftës këta të fisit Gjuvejris, çfarë bëjnë? I lirojnë, thotë, si ka mundësinë e miqtë të pejgamberit alayhis salam i marrin të robër. Domethënë miqtë me të cilët ka lidh martesë me Gjuvejrin, pra miqtë e saj janë, domethënë populli i saj janë miqtë të pejgamberit alayhis salam dhe i lirojnë të gjithë. Pra bekime të mëdha nga kjo grua, sepse të gjithë u lirohen. Pastaj vjen El Harith, domethënë prisi i këtij populli, dhe shkon te pejgamberi alayhis salam dhe thotë ma kthe vajzën time, thotë, dhe unë do të paguaj për këtë. Dhe pejgamberi alayhis salam i thotë nëse vajza jote dëshiron me ardhë me ty, është e lirë me ardhë me ty, pa pas nevojë ti me pagu asgjë. Dhe thot vetëm pyet atë. Dhe kur e pyet ky vajzën se thotë ja se na la, domethënë të shpëtoj, Gjuvejria thotë jo, po unë do të rri me pejgamberin alayhis salam. E kam pranuar Islamin dhe do të rri me të. Dhe kur e sheh ky çfarë ka bërë vajza e tij, e pranon Islamin edhe El Harith, pra prisi i këtij fisi. Dhe kur e pranon prisi, edhe gjithë të tjerët e pranojnë Islamin, dhe në momentin që e pranojnë ata, atëherë krejt ato nga preja e luftës që kanë marrë prej kafshëve të tyre, prej shpatave të tyre, prej pasurisë të tyre, çfarë kanë marrë, që ka qenë si prej luftës, krejt muslimanët ja u kthejnë atyre dhe ata kthehen, subhanallah, si mos me pas ndodh asgjë, kthehen në shtëpitë e tyre të kompletuar, sikur mos me pas disfat nga lufta. Prandaj ka thënë Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, domethënë nuk kam pa një gru e cila i ka sjell ma shumë dobi fisit të vet se sa Gjuvejria. Domethënë sepse të gjitha këto ndodhen si rezultati domethënë miqësimit me ta, po martesës së pejgamberit alayhis salam me Gjuvejrin. Ka shumë hadithe që, pra ka disa hadithe që tregojnë devotshmërinë e Gjuvejris, domethënë se për shembull se agjeronte shumë, është që prej këtij rasti, pra prej këtij shkaku e kuptojmë që nuk bën të agjerohet vetëm dita e gjyma. Pra hadithi është që vjen pejgamberi alayhis salam dhe të një ditë të gjyma, të premten, domethënë dhe te Gjuvejria dhe e gjen atë që ishte agjerueshëm. Dhe thot, a e ki lidhur edhe një ditë përpara, po a ki ndërmend ta lidhësh edhe një ditë prapa domethënë kësaj ditës së gjuma? Dhe Gjuvejria thot, jo, vetëm këtë ditë deshta me agjeru. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam që nuk bën kështu, sepse është ditë, domethënë ditë e veçantë për muslimanët, por nuk duhet të veçohet me agjerim vetëm ajo ditë. Vetëm nëse lidhet me një ditë para apo prapa, përndryshe dita e gjuma, pra nuk agjerohet e vetme. Pastaj kemi një hadith tjetër kur pejgamberi alayhis salam e fal namazin me Gjuvejrin, namazin e sabahut, dhe e lën atë në një vend duke bërë dhikr. Dhe shkon, i kryen shumë punë dhe vjen gati para drekës dhe e sheh Gjuvejrin se ka mbetur në të njëjtin vend aty ku e ka lënë, pra mas 5-6 orëve.
Atëhere i thot pejgamberi alayhis salam, a këtu ke mbet prej atëherë duke bë dhikr? I thot po. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, a të tregoj një dhikr që nëse e bën, do ta jap gjithë shpërblimin që ke bë për këto orë. Paramendo 6 orë që ke bë dhikr, nëse e thu 3 herë këtë, domethënë këtë dhikr, këtë të përmendur apo lavdërim të Allahut, është e barabartë. Atëhere ja tregon domethënë këtë dhikrin që është pjesë e dhikrit të namazit të sabat. Subhanallahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Pra që është lavdërimi dhe falënderimi i qoftë Allahut, aq sa ka krijesa, aq sa është numri i krijesave, aq sa i pëlqen atij, aq sa pesha e thronit të tij dhe aq sa ngjyra e fjalëve të tij. Që domethënë është një mësim që e kemi mësu prej një dhikr që e kemi mësu prej rastit të Gjuhejrisë. Kto janë domethënë ato çka kishim për këtë temën e kësaj ekspeditës të fisit Benu Mustalik, dhe thamë se nuk është aq betejë e rëndësishme sepse ka qenë domethënë diçka e lehtë për të fituar, sa është e rëndësishme ngjarjet që ndodhin rreth kësaj beteje. Lutja Allahun që t'ju shpërblej për kushtimin, mundjen dhe kohën që e keni dhënë për të dëgjuar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabina Muhammad.